Receta e gjyshes e cila pastron gëlbazën dhe mushkëritë në vetëm 24 orë, sekreti si ta përdorim. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale për të lehtësuar kollën, ftohjen, jeni të sigurt se keni gjetur zgjedhjen e shkëlqyer. Shurupi i qepës është një recetë natyrale e cila lehtëson pa problem edhe ndryshimet të frymëmarrjes derisa të merrni edhe një trajtim të specializuar. Në përbërjen e tij, substancat e nxjerra nga qepa duken se përqendrohen dhe kjo është ajo që bën edhe efektin anti-inflamator dhe antiviral të fuqishëm, i cili vepron në mënyrë efektive kundër problemeve të kollës, gëlbazës, gjithashtu edhe ngjyrjes, problemeve me fytin, gjithashtu edhe përdoret për të lehtësuar problemet e pneumonisë dhe bronkitit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Receta është shumë e thjeshtë në përgatitje dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Ka vetëm 2 përbërës, qep dhe sheqer, dhe vetëm disa trajtime do të jenë vërtet efektive në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Ja se si ta përgatisni shurupin e qepës në kushte shtëpie në mënyrë që të merrni edhe trajtimin e duhur. Priteni qepën në feta, vendosini këto feta në një tenxhere vërtet të madhe, duke i rregulluar një fet qep një shtresë sheqer dhe një fet qep një shtresë sheqer, e kështu me radhë derisa të përfundoni në një shtresë sheqeri. Mbulojeni më pas tenxheren për të shmangur praninë e milingonave, gjithashtu. E vendosni gjatë gjithë natës të qëndrojë në këtë ambient. Ditën tjetër ju do të gjeni gotën me një lëng me ngjyrë mjalti dhe ky lëng do të jetë shurupi. Doza e këtij shurupi është një lugë çaji çdo 3 orë dhe kështu do të merrni trajtimin e specializuar derisa të keni edhe lehtësime të duhura. Përkujdesja për mushkëritë është një hap i shkëlqyer që mundëson mbrojtjen kundër komplikacioneve të ndryshme. Në këtë video, përveç recetës që u përmendëm më herët, do të rendisim edhe disa produkte të tjera natyrale të cilat, nëse i kombinoni në dietën tuaj, mund t'japin lehtësimet e duhura kundër shqetësimit të mushkërive. Prandaj ju ftojmë të dëgjoni me vëmendje videon deri në fund për të kuptuar rëndësinë e këtyre produkteve. Në dietën tuaj për një frymëmarrje më të lehtë, vendosni të përdorni edhe çajin jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhan çaji të ngrohtë të çaj jeshil përpara gjumit. Kjo do të ndihmonte gjithashtu në pastrimin e organizmit dhe mushkërive nga toksinat, por edhe në ruajtjen më të mirë të sistemit tuaj tretës. Çaji jeshil mund të kombinohet fare mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin dhe t'japin gjithashtu një zgjidhje shumë të mirë afatgjat kundër problemeve respiratore. Në ndihmë kundër problemeve të frymëmarrjes, mund t'ju vijë edhe përdorimi i lëngut të limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me acid folik, gjithashtu edhe me antioksidant. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh dhe kështu do të keni një përmirësim të dukshëm të shëndetit tuaj të mushkërive. Lëngu i borovicës së kuqe, gjithashtu edhe lëngu i ananasit mund të shtohen në dietën tuaj. Do t'japin lehtësimin e duhur në kapacitetin e frymëmarrjes dhe do ju ndihmojnë që të keni një sistem respirator më të shëndetshëm. Përdorimi i këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht që do të jetë një zgjidhje efikase kundër shqetësimeve të cilat i kanosen shëndetit tuaj. Këto fruta janë të pasura me antioksidant dhe lëngu i tyre mund t'jap gjithashtu edhe elemente ushqyese shumë të rëndësishme. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pijet e gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës gjithashtu është një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar frymëmarrjen. Karrotat janë të pasura me beta-karoten, vitaminën A, vitaminën C, vitaminën K dhe B. Lëngu i saj do të rrisë nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë mund të ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive dhe të përmirësojnë kështu kapacitetin e frymëmarrjes. Xhenxhefili është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj. Xhenxhefili është një aleat kundër sëmundjeve të këqija. Ai do të lehtësojë eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasura me antioksidant gjithashtu do të ndihmojnë në kapacitetin më të mirë të frymëmarrjes. Spinaçi,
Gjithashtu, frutat e pyllit, peshku dhe rrushi janë ushqime të pasur me shumë antioksidant, të cilat do të forcojnë kapacitetin e mushkërive dhe imunitetin, dhe do ju lejojnë që të keni një frymëmarrje më të lehtë. Pastrimi i dur i mushkërive mund të bëhet gjithashtu edhe në kombinimin e recetave të ndryshme, të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultatet e duhura në lehtësimin e frymëmarrjes. Pastrimi i mushkërive nuk është një proces shumë i ndërlikuar. Funksioni kryesor i mushkërive është edhe organi frymëmarrjes, është të përthith oksigjenin dhe ajrin që merren nëpërmjet frymëmarrjes dhe të nxjerrë jashtë dioksidin e karbonit nëpërmjet frymënxjerrjes. Për këtë arsye, është e rëndësishme që mushkëritë të qëndrojnë të pastra. Pastrimi i vazhdueshëm i mushkërive është një praktikë shumë e mirë. Një praktikë e mushkërive ndihmon në detoksifikimin dhe pastrimin e mureve të brendshme të gypave të frymëmarrjes, të degëzuara bronkiale në mushkërive, të cilat shpesh kanë edhe akumulimin e toksinave mjedisore, organizmave të dëmshëm, gjithashtu edhe iritimeve. Gjithashtu, ky proces ndihmon në funksionet më të mira normale të mushkërive, zvogëlon entjen dhe komplikacionet që i kanosin atyre. Ndaj, nëse doni një kapacitet më të mirë të frymëmarrjes, zgjidhni produktet që ju përshtaten më mirë. Kështu do ta keni më të lehtë edhe të përmirësoni edhe frymëmarrjen në kushte shtëpie. Infeksione dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkëritë tuaja mund të jetë si pasojë e ftohjes ose gripit dhe mund të shkaktojë gjithashtu vështirësi në frymëmarrjen e përditshme, ose edhe mund të shkaktojë komplikacione të njëpasnjëshme në dietën tuaj të rregullt. Bllokimi që shkaktohet në krahëror shoqërohet gjithashtu edhe me një kollë të fortë ndërmjet të cilës mushkëritë përpiqen që të pastrohen vetë. Gripi dhe e ftohura janë të vetmit që shkaktojnë edhe bllokimin më të madh, por kjo mund të ndodhë edhe nga gjëra të tjera të cilat mund të ndikojnë në kapacitetin e frymëmarrjes. Një gjë e tillë mund të ndodhë si pasojë e bronkitit, astmës, fibrozës cistike, gjithashtu edhe problemeve të ndryshme të alergjive. Ju mund t'ju vinë në ndihmë edhe element të cilat mund t'i keni në kushte shtëpie për një lehtësim më të mirë të kapacitetit të frymëmarrjes. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem veçohet mjalti, i cili është shumë efikas në pastrimin e mushkërive. Sipas informacioneve, një i rritur mund të konsumojë gjithashtu një lugë me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqime të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili. Pastrimi i mushkërive nga sekrecionet kërkon këta përbërës: gjysmë lugë çaj xhenxhefil plur, gjysmë lugë çaj spec djegës plur, çerek filxhan çaj uthull molle të pafiltruar. Gjithashtu ju duhen 15 ml mjalt, 150 ml lëng të freskët limoni. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm për këtë recetë, filloni me trajtimin e saj. Zjeni së bashku uthullun me lëngun e limonit. Sapo të marrë val, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. I përzjeni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniforme, të cilën mund ta hidhni në një shishe qelçi. Rekomandohet të konsumoni të paktën një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkërive nga sekrecionet e trasha, rekomandohet të përdorin gjithashtu edhe 2 jastëk, në mënyrë që të lejojnë edhe një qarkullim të mirë të ajrit në frymëmarrje dhe të mos bllokojnë gjithashtu edhe kapacitetin e frymëmarrjes. Gjithashtu, ju duhet të shkoni tek mjeku juaj nëse keni sekrecione që zgjasin më shumë se 3 ditë, ose përkeqësohen dhe kanë ngjyrë jeshile ose të verdhë. Nëse sekrecionet kanë ndryshuar për një kohë të gjatë, mos i neglizhoni. Adresojeni ato tek mjeku juaj në mënyrë që të merrni edhe trajtimin e duhur, pasi çdo person ka edhe gjendje të ndryshme të cilat kërkojnë trajtime të specializuara për lehtësimin e frymëmarrjes. Gjithashtu mund të përdorni terapi me avull. Terapia me avull përfshin thithjen e avujve të ujit që përhapin rrugët e frymëmarrjes dhe ndihmojnë mushkëritë të largojnë mukozat. Avulli shton ngrohtësinë dhe lagështinë në ajër, gjë që përmirëson frymëmarrjen dhe ndihmon në lirimin e mukusit. Nëse çështja juaj është e rënduar, shkoni tek mjeku dhe mos i neglizhoni këshillat e tij. Këto janë mënyra alternative që në kushte shtëpie mund t'ju lehtësojnë derisa të merrni trajtimin e specializuar. Vëmendje:
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos së zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tjera negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.